Katër të ndaluarit gjatë operacionit policor kundër terrorizmit janë liruar me urdhër të prokurorisë speciale pas intervistimit nga hetues të drejtorisë antiterrorizëm. Shoqërimi i tyre në polici u bë pas mbastisjes disa orëshe në Kaçanik, ndërsa janë intervistuar lidhur me shpërndarjen e thirrjeve me motive islamike në grupin e krijuar në rrjetet sociale Rinia Islame në Kaçanik. Njësitë e policisë së Kosovës në orët e hershme të mëngjesit kanë zbarkuar në komunën e Kaçanikut. Këtë herë ishte përfshirë edhe njësia kundër terrorizmit. Gjatë mbastisjes, policia ka sekuestruar dokumente e prova të ndryshme materiale. Në kuadër të aksionit, policia mbastisi edhe shtëpinë e të dyshuarit R, i cili më parë që i arrestuar lidhur me djegjen e degës së gjykatës në Kaçanik. Avokatja e tij Fehmie Gashi Bytyçi nuk dha hollësi mbi intervistimin, por tha se klienti i saj dhe të tjerët tani më janë të lirë. Detaje për aksionin nuk dhanë as në prokurorinë speciale, e cila ka dhënë urdhër për ndërmarrjen e tij. Aksioni për të cilën keni pyetur është zhvilluar në kuadër të hetimeve që janë duke u ndërmarrë në një rast penal, të cilin e ka në punë Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Në këtë fazë, ky është i gjithë informacioni që mund të bëhet publik. Për aksionin në Kaçanik, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla njoftoi se është i lidhur në rastet e ekstremizmit dhe të dhunës ndaj institucioneve. Gjitha institucionet ligjzbatuese janë vendosura që të luftohet çfarë do lloj ekstremizmi apo dhune e cila dëmton institucionet dhe pjesëtarët e saj, por po ashtu edhe vetë popullin tonë. Inspektorati Policor i Kosovës është duke zhvilluar hetime lidhur me këtë informat. As në polici nuk kanë zbardhur hollësi rreth aksionit, përveç asaj është zhvilluar në bashkëpunim dhe në koordinim me organet e drejtësisë.